Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i nderuar kryeministër Kurti, kabinet qeveritar, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës dhe media të shumta që po e përcjellni vazhdimin e kësaj seance të jashtëzakonshme. Vazhdojmë punimet e seancës së jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës të filluar më 27 prill 2026. Të thirrur me kërkesën e 41 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Siç po e shihni, jemi në minutat e fundit të zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, apo thënë më saktë, në minutat e fundit të kësaj legjislature, të legjislaturës së 10 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe edhe përkundër thirrjes së vazhdueshme, edhe në seancën e filluar dje, edhe në seancat e sotme, pra thirrjes që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të jenë të pranishëm në seancë të jashtëzakonshme me të vetmën pikë të rendit të ditës, zgjedhjen e presidentit të vendit. Siç po e shihni, opozita, deputetët e PDK-s, LDK-s, AK-s, Listës Serbe, Duda Valje, Adem Hoxha, pra nuk janë të pranishëm as në këtë seancë, pra as në përpjekjen e fundit për ta zgjedhur presidentin e vendit sipas obligimeve kushtetuese. Në ndërkohë po presim në qoftë se deputetët i përgjigjen pozitivisht thirrjes time dhe i lënë anash barikadimet e i kthehen konstruktivitetit dhe interesit qytetar. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse në vazhdimsi që nga dita e djeshme i kam bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës që të jenë të pranishëm dhe t'i adresojnë obligimet e tyre kushtetuese. Qytetarët ata i kanë votuar që të vinë këtu, të flasin hapur, të votojnë për kundër apo abstenim dhe jo që të mbesin korridoreve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Sepse siç e dim, ata janë këtu në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës gjatë tërë ditës dhe në asnjë moment nuk e kanë parë të arsyeshme të përgjigjen pozitivisht ftesës për një pikë të vetme të rendit ditës shumë të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës, e që është zgjedhja e presidentit të vendit. Dhe me drejtë kemi konsideruar dhe kemi mirë pritur certifikimin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Menjëherë konstituuam Kuvendin e Republikës së Kosovës, menjëherë në po të njëjtën ditë ky kuvend zgjodhi qeverinë, miratuam buxhetin, shumë marrëveshje ndërkombëtare dhe një mori ligje shumë të rëndësishme. Pra dinamika e kësaj kohe Kuvendit të Republikës së Kosovës ka qenë mbreslënse e unë këtu sot derisa presim i falenderoj stafin e Kuvendit të Republikës së Kosovës për një punë shumë të madhe, të jashtëzakonshme, shumë profesionale që kanë bërë shërbim të deputetëve dhe interesave të qytetarëve. Pra pikërisht kjo punë ishte shenjë premtuese se vendi mund të hynte në një ritëm tjetër të punës, ku do të bëheshin shumë punë të mira për shtetin dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës pa asnjë dallim. Prandaj kjo rrugë e nisur mbar nuk e meritonte që të ndërpritej.
Ka pas përpjekje serioze për zgjedhur presidentin e vendit, për të shmangur zgjedhjet e parakohshme në Republikën e Kosovës, por siç e keni parë dhe siç po e shihni, fatkeqësisht mungon vullneti i deputetëve të kuvendit. Si kryetari i kuvendit kam vepruar në përputhje të plotë me kushtetutën dhe përgjegjësitë e mia. Ato që më takojnë, pra të bazuara në kushtetutë, në rregullorën e kuvendit, duke ndërprer seancën me qëllimin e vetëm që të vazhdojmë sot disa herë në funksion të përmbylljes pozitive të këtij procesi, duke e zgjedhur presidentin e vendit, por edhe përkundër kësaj, jam ballafaquar me akuza që po e cënoj rendin kushtetues, po bëj puç institucional e gjithçka që ju ka rënë në mend. Por siç duket, krejt kjo ka qenë qëllimi që të krijohet konfuzion, tension, të dëmtohet imazhi apo legitimiteti i institucioneve të Republikës Kosovës. Të paktën ata që kanë akuzuar për puç, cenim trendit e çka s'ju ka rënë ndërmend, të duhej që të kërkonin falje publike. Po i presim deputetët, sepse i kemi edhe disa minuta në dispozicion, 40 minuta. Nëse në ndërkohë dikush ka për të thënë diçka, mund ta bëj. Unë asnjëherë se kam me zauruar raundin e parë, siç e dini. Çdo seancë ka qenë publike, shumë publike, sepse mediat në vazhdimsi e kanë përcjell këtë seancë, kanë xhiruar, janë transkriptet e kësaj seance. Prandaj falenderoj edhe mediat që kanë qenë vazhdimisht. Pra në ambientet e kuvendit e në seancat plenare, kështu do duhet të bënin edhe deputetët, por ja që nuk e kemi një situatë të tillë, veç me ju marr juve gazetarëve me ju sjell këtu në ulëset e deputetëve të opozitës. Po presim pra edhe derisa edhe pak minuta.
Ministri i Financave Kurran Murati, unë minister. Ministri i Financave Kurran Murati, unë minister.